Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës, kudo që jetojnë dhe veprojnë. Vëllezër dhe motra, në kuadër të ajeteve të Ramazanit, Allahu na drejtohet kësaj. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Që do të thotë, Allahu për ju dëshiron lehtësimin dhe nuk dëshiron vështirësimin. Allahu përmes këtij ajeti apo përmes këtij pasazhi kuranor na tregon për dy parime themelore. Për parimin e lehtësisë. Allahu përmes gjithë kësaj feje, përmes përzgjedhjes së Islamit si fe e tij, e zbritur për ne, e pranuar nga ne, me urdhrat e tij, përmes të gjitha dispozitave islame, njeriu t'ia ka lehtësuar rrugtimin e tij drejt Zotit Madhërisht. Pra e gjithë feja është lehtësim nga ana e Allahut për ne. Nëse njeriu, sado inteligjent që tjetë, është i kufizuar, njeriu është i mangët për nga natyra e tij. Është e vërtetë se përbëhet nga shpirti, nga mendja, nga trupi, por të gjitha këto komponente i ka të kufizuara, i ka të limituara, që do të thotë nuk mund të arrijë pa arritshme. Njeriu nuk mund të jetë hynor, prandaj ka përherë nevojë për intervenime hynore, për mësime të jashtme hynore. Për këtë arsye Allahu, për ta plotësuar drejtsinë e tij ndaj nesh, ka përzgjedhur që njeriu krahas zbritjes së tij në tokë, t'ia mësojë edhe mënyrën e orientimit, mënyrën e udhëzimit dhe mënyrën e të jetuarit konform parimeve të Zotit. Ne jetojmë në tokën e Zotit. Ne gëzojmë për mirësive të Zotit. Ne çdo gjë që kemi e kemi fal Zotit. Dhe Allahu, për dashurisë së tij, për kujdesit, për mëshirës së tij ndaj nesh, nuk lejon që njeriu të drejtohet Allahut fillimisht me besim të gabuar. Allahu, duke qenë se është qenia më e lartë, qenia që meriton respektin më të madh, ai na mëson neve për mënyrën se si duhet ta njohim Zotin, për mënyrën se si duhet ta besojmë atë, për mënyrën se si duhet t'i dëgjojmë dhe t'i aplikojmë urdhrat e tij. Prandaj Allahu ka zbritur libër dhe ka dërguar sqarues të këtij libri pejgamber. Në këtë formë Allahu e përmbush drejtsinë e tij ndaj nesh, njëherët edhe kujdesin e tij, mëshirën e tij, e shpërfaq dashurinë e tij ndaj nesh. Ashtu siç ne shkojmë në shkollë për të mësuar, pra nuk bazohemi në aftësitë apo në mundësitë eventuale që ne i gëzojmë. Ne e dimë mirë filli se duhet të shkojmë të mësojmë të arsimohemi përmes një sistemi arsimor, jo përmes aftësive dhe mundësive tona eventuale. Ne e dimë se njeriu ka nevojë për sistem. Çdo gjë dëshmon për një gjë të tillë. Prandaj askush nuk bazohet në inteligjencën e tij, sado e lartë që mund të jetë ajo. Por shkon në shkollë dhe mëson. E Allahu t'i takon shembullin më i lartë. Për të vendosur rregull në këtë botë, Allahu ka përcaktuar sistem mësimi dhe arsimimi për jetën në përgjithësi, jo vetëm për një profil caktuar, për një lëmi të caktuar, sikurse bëjmë ne nëpër shkolla, nëpër universitete. Sistemi jetësor është sistem gjithëpërfshirës, dhe Allahu gjithë këtë sistem e ka ndërtuar mbi lehtësi dhe na urdhëron që ta aplikojmë atë lehtësisht. Prandaj thotë yuridu Allahu bikumul yusra. Allahu dëshiron për ju lehtësimin, pra fakti që Allahu na ka zgjedhur që të jemi besimtar të tij, na ka zgjedhur Islamin si sistem jete, na ka zgjedhur Muhammed Mustafa si sqarues të këtij sistemi, njëherë si praktikues. Pra në praktik na ka dëshmuar se si mund ta manifestojmë, se si mund ta aplikojmë këtë sistem përmes figurës njerëzore, përmes autoritetit fetar njerëzor që është Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Pra e ka përmbushur drejtsinë e tij ndaj nesh. Nuk ka lënë asnjë hapësirë dhe asnjë mundësi që dikush të ankohet në ditën e gjykimit para madhërisë së tij. Zoti nuk gabon. Vetë fakti që Allahu na ka krijuar, na ka nderuar, vetë fakti që Allahu na ka udhëzuar përmes këtij Islami tregon se Allahu na do shumë. Dhe i dashuri të dashurit i lehtëson rrugtimin, i lehtëson kontaktin, komunikimin. Prandaj Allahu edhe në përgjithësi si sistem, Islamin e ka lehtësuar, edhe brenda këtij sistemi ka urdhëruar dhe ka legjitimuar apo ka ligjësuar disa dispozita të cilat ja lehtësojnë njeriut mbarvajtjen jetësore.
Në kuadër të kësaj është edhe agjerimi. Pra, përmes dispozitës së agjerimit, Allahu na ka lehtësuar neve pastrimi shpirtëror. Agjerimi nuk është eksperiment, është ilaç. Pra fakti që ne agjerojmë, nuk e bëjmë këtë thjesht për të eksperimentuar me vetët tona, por për ta shëruar shpirtin tonë. Për të vendosur ilaçin e nevojshëm për gjatë një viti që na mungon. Për t'i kuruar gjitha smundjet, gjitha plagat eventuale që i kemi shkaktuar gjatë kësaj kohe. Prandaj është diçka që përsëritet. Nëse njeriu ka nevojë çdo herë për ripërtrirje, siç kemi nevojë për ripërtrirje jetësh gjatë ditëve, gjatë netëve tona, kemi nevojë edhe për ripërtrirje mujore e madje edhe vjetore, dhe këtë në fund edhe jetësore. Parimi i dytë themelor është se Allahu na tregon që vështirësimi ndaj vetvetes nuk është devotshmëri. Prandaj thotë wala yuridu bikumul usra. Allahu nuk dëshiron për ju vështirësimin. Për në esencë, Allahu nuk dëshiron që besimtarët t'i qasen Allahut duke ja vështirësuar vetvetes. Kjo është një prej keq kuptimeve më madhore që vrehet sot në ummet në përgjithësi. Nëse esenca e Islamit është lehtësimi, nuk është vështirësimi. Dhe qasja jonë ndaj Allahut nuk e nënkupton vështirësimin mbi ngarkimin e vetvetes, por e nënkupton qasjen sa më cilësore ndaj Allahut të Madhërisht, në kuadër të mundësive dhe aftësive që ne mund t'i posedojmë. Prandaj agjerimi, ndonse në shikim të parë duket si diçka e rënduar apo si rëndes në vetvete, por realisht është shlirim. Për këtë arsye, gjithë besimtarët, përkundër faktit që përjetojnë ndonjë lloj dobësie fizike, shpirtërisht dalin shumë të ushqyeshëm, shumë të shëndetshëm. Nuk është e rastishme që Allahu subhanahu wa taala i jep më shumë rëndësi shpirtit se sa trupit në Ramazan. Prandaj na privon neve për disa kënaqësive që i kemi halal të lejuara jashtë Ramazanit, apo edhe pas iftarit. Sepse gjatë gjithë vitit ne mund të dominohemi më shumë nga kënaqësitë materiale. Pra, interesimi ynë është shumë më i madh për aspektin material se sa për atë spiritual. Allahu dëshiron me balancu gjendjen e besimtarëve. Prandaj na ka obliguar që për gjatë një muaji në gjithë vitin me agjeru për hir të tij. Pse? Për me balancu gjendjen shpirtërore me atë trupore. Gjatë gjithë vitit kujdesemi për trupin, kujdesemi për mendjen, por e harrojmë shpirtin. E neglizhojmë atë. Vije Ramazani dhe na rikthen në origjinën e pastër të besimit. Na rikthen në atë që është parsore. Na rikthen tek shpirti. Na rikthen tek materia e cila kur nuk vdes, e cila kur nuk tretet dhe nuk venitet. Dhe na bën me dije se çështja parsore në jetën tënde o besimtar është shpirti. Edukimi i shpirtit mundson edukim të trupit, edukim të mendjes. Na përkujton madhështinë e kësaj krijese shpirtërore, e cila do të dalë para madhërisë së Allahut, e cila do t'jap llogari për gjitha veprimet që i ka përjetuar në jetën e kësaj bote. Andaj besimtarët e Allahut, Ramazanin duhet ta presim si një dhuratë e Allahut, nga se Ramazani është mëshirë e Allahut ndaj nesh. Ramazani ka ardhur për ta lehtësuar gjithë këtë ngarkesë shpirtërore që ne e kemi akumuluar për gjatë një viti, përmes gjunave tona, përmes neglizhimeve tona, përmes gabimeve tona. Ramazani është mundësia e shpërlarjes shpirtërore. Ramazani është mundësia e fuqizimit trupor dhe e këndelljes mendore. Pra, është mundësia më e mirë që neve na jep Allahu subhanahu wa taala për gjatë një viti. Dhe kurse si nuk duhet t'ja lejmë vetvetes që të na mashtrojë djalli i mallkuar dhe ta mbi ngarkojmë veten përtej mundësive që i kemi, nga se kalojmë në ekstremizëm. Islami është kundër çdo neglizhence, por edhe kundër çdo teprimi. Pra, është kundër ekstremizmit liberal dhe kundër ekstremizmit cungues. Nuk lejohet në Islam që të neglizhohet tërësisht diçka, por as të teprohet në diçka. Islami është fe e mesatarës, fe e balancimit, fe e ekuilibrimit gjërave. Prandaj, përmes obligueshmërisë së Ramazanit, ne e ekuilibrojmë gjendjen tonë, edhe shpirtërore, edhe mendore, trupore. Ne e përmirësojmë raportin tonë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Lutim Allahun që të na mundsoj që këtë Ramazan ta përjetojmë si më të lehtin e mundshëm,
por edhe më të fryqshmit, më të dobishmit, dhe ta kuptojmë se esenca e gjithë fesë Allahut është lehtësimi dhe jo vështirësimi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.